lokalin nuk e kam falet partive politike. Kryeministri Kurti është kryeministri krizave, kryeministri tensioneve. Një kryeministër vjen edhe të rren deri në 2 natës, as ka komuna tjera në ballotazha. Ndër ata njerëz shumë të asaj turme tashmë në orët e pasdites që jemi drejt përfundimit të këtij epilogu sa i përket zgjedhjeve të ditës së sotme, ishit në atë turmë çka saktësisht ndodhi. Ne biseduam me pronarin. A janë të pritshme për juve tashmë këto turma simpatizantëve të partive politike? Këto janë të panevojshme dhe nuk do duhet të ndodhte fare kjo. Sepse aty brenda ishin duke pirë kafe, se kafe është për të gjithë. Sigurisht. Është për të gjithë. Aty brenda ishin duke pirë fillimisht kafe simpatizant, antar të Partisë Demokratike dhe plot të tjerë. Pas pak erdhen fillimisht disa asamblejës televizës së vendosje. Ata nuk i kam njohur, po tregu njerëzit që janë të tyne. Edhe pas një kohë, pastaj erdhi edhe kryeministri. Po derisa erdhen ata vetë filluan me shkëmby disa fjalë me zete. Fillimisht, pronari lokalit kanë qëton kohën në tension sepse era ishte për eskalim të situatës. Dhe në momentin e hyrjes së kryeministrit, brenda vetëm filluan mundes shkëndijat dhe fillimisht u detyru të largoj kryeministrin jashtë, së bashku me krejt asamblejës, dhe pas tyre edhe këta tjerë ta dilni tha dhe jo, thosë në lokalin nuk e kam falet partive politike këto, ne kam lokalin tha për të gjithë dhe kam për me pi kafe, jo më armë për la mrena. Është biznesi i tij, nuk dëshiron ta thotë. Nuk dëshiron vetëm tu biznesin e vet, dhe askush nuk ka shef, mi ndodh një problem mrena lokalit. Çushi cilëson këto shkëndija të incidenteve, zoti kryeziu në fakt. Po, e di që ndodh, mundet me ndodh. Kryeministri Kurti është kryeministri krizave, kryeministri tensioneve dhe kryeministri i këtyne gjanave. Se në momentin që i ka ditë që është pjesa më e madhe mrena, komplet, mos më thonë, dega Partisë Demokratike mrena, dhe kur i ke pas 4-5 asamblejista mrena, as ata nuk është desh me nejtë mrena me provoku situatën, kur sot dihet që Mitrovica është vot për vot, dhëm për dhëm, sepse është gara aq e ngushtë, sot që nuk është në asnjë qytet tjetër, edhe fundi ndoshta unë them se do të jetë dikon në dallim 20 vota. I pare me dytin. Do të thotë është garë shumë e nxehtë. Dhe përderisa po i din këto shkëndija, ti po vjen edhe po hyn në zjarr, edhe po ndez zjarr, kjo nuk është në rregull. Është e gabueshme nga ona. Është e gabueshme nga ona e tij, është e gabueshme edhe nga ona e palës tjetër pastaj, sepse na nuk e kemi as qytetari evropiane që muj me duru ose muj me pas një person të palës tjetër që pavarësisht se nuk e dojmë, nuk arrim ta respektojmë edhe të thënë po hen në rreth del, po na jem vetë gjak nxehtë. Duke ditë që na jem si popull gjak nxehtë, nuk është desh më ardh deri këtu. Se nuk na vjen eskalimi i situatës, nuk na vjen gjakderdhe mes vetë. Vllazërore. Pikërisht. Se këto janë gabime. Atëherë nuk jemi demokraci, zoti kryeziu. Në qoftë se ne kontribuojmë me një farë mënyre që më ja mohu dikujt votën, kujt më ja hedh ose kujt mos më ja hedh. Nuk jemi shqiptar demokrat kemi qenë asnjëherë. Na jemi bayraktarë. Na kem qef gjithmonë me kon të partë në gjithçka. Dhe asnjëherë nuk e pranojmë humbjen. Po s'mundemi me qenë në gjithçka të partë. Po s'mujna me pranu humbjen na. Dhe përderisa nuk mujna me pranu humbjen, ne edhe po dojmë me hynë në Evropë, duhet me hynë në Evropë me fillu me marrë tamam kulturë qytetarume. Po na nuk mujnë me bo ato. Nuk mujnë me përsëritën as fjalimin e atij kryetarit komunës në New York që i hupi zgjedhjet, që dole ata të e shohat tjetërin që fitoj zgjedhjet, a i thot qëtësi. Nuk kem as i lider na. Nuk kem, i ka fitu zgjedhjet, nuk kem na as i lider. Na këto vetë kryeministrit janë hinë zjarë. Nuk është kjo në regull. Te të ardhen 4-5 asamblejës, e po që janë krejt PDK-s aty çka po lip. Tonë e patën bishkrimi Liria ka emër, tonë i patën me fotot Hashim Thoqit e të Kadri Veselit, ty çka po lip. Duke ditë që ti nuk jem i mirëpritur me një farë formë. Në qatë furmë që ditë, se ndoshta ditë të tjera s'kiqara po pajtu, po sot ti pedin që jenë tension. Jenë ngarkesë, është ngarkesë emocionale për çdo njonin. Sepse çdo njoni ka qef me fitu. Një pyetje të fundit për dua nga ti shkurtimisht pastër dhe të qartë më tregu. Me qenë se Kurti ka qëndru deri në orët e vona në Mitrovicë të Jugut, a e ka me çdo kusht me e marrë këtë komunë? Sipas teje. A e ka betejë personale, betejë etike, edhe a do ta fitojë nuk e di. Nuk del. Nuk e di. Nuk muj me thonë, sepse me sa kam taku këto njerëzit janë shumë të heshtër, janë shumë të tensionuar, edhe me cilin terren
janë shumë në atë presion që thonë nuk e kem përjetu kur këtë presion më parë. Sepse deri në 2-3 natës, 4 natës, edhe mbrëm në këtë kohë deri në 3 kanet kryeministri. Po. Në këtë zonë. Edhe tashti edhe këta janë të irrituar dhe të mërzitur qysh një kryeministër vjen edhe të rren deri në 2-3 natës, as ka komuna tjera në ballotazha, a veç Mitrovicën e ka?